Festivali ndërkombëtar folklorik Rudina Fest, i pari i këtij lloji në rajonin e Gostivarit, do të mbështetet si vjet financiarisht me 700.000 denar nga komuna e Gostivarit. Ky festival, i cili filloi nga viti 2021, si vjet do të sjellë në Gostivar mbi 150 artistë nga e gjithë bota. Zani Mehmeti, drejtuesi i shoqërisë artistike Yahia Sani nga Çegrani, që organizon këtë festival, tha se festivali rritet nga viti në vit dhe paraqet krenari për qytetin e Gostivarit. Është një festival që e dini gjithë, që përmbledh në vete gjitha grupet e huaja që vinë këtu. Këtë vit do të kemi fat ta kemi Spanjën, Kroacinë, Turqinë, Meksikën, Maqedoninë e Veriut, Shqipërinë dhe Kosovën. Kështu që mendoj se nuk duhet të foli shumë për festivalin, janë diku mbi 150 artistë, gazetar, grupe të huaja, grupe nga vendi që do përfaqësojnë denjësisht folklorin burimor të vendit tonë. Festivali Rudina Fest është edhe krenari e qytetit dhe unë mendoj se nuk besoj që dikush do të jetë kundër, por megjithatë, fondet që akordohen, normal që ne kemi nevoja më të mëdha, por me siguri Këshilli ka paramenduar që pak a shumë të jepet një suport vogël këtij festivali që duhet të rritet në një vlerë të madhe këtu të vendit, sepse është një manifestim i madh kulturor, që është një ngjarje e madhe kulturore, që vinë gjithë mysafirët huaj, nga vinë gurbeqarët tanë atë kohë të verës, dhe unë kështu që besoj që nuk kemi shumë nevojë të akordojme, vetëm mund të them se mbi 150 artistë ose 120 do të jenë konkretisht të vendosur në Gostivar, në qytetin tonë, për rreth, do të vizitojnë vendet turistike, do të vizitojmë komunën e Gostivarit, kemi agjendën, kështu që besoj që festivali rritet për çdo vit. Kjo është edicioni i 5, fatmirësisht vjen nga fshati Çegran, ku janë dy ngjarjet historike, por megjithatë ecën edhe në Gostivar, vitin e kaluar ishim tetor. Besojmë që ky festival të rritet dhe dal kadal të marrë një formë që të japë edhe krenari qytetit tonë. Festivali ndërkombëtar folklorik Rudina Fest si vjet pritet të mbahet nga fundi i muajit korrik. Ndryshe, mjetet prej 700.000 denar janë miratuar edhe nga ana e Këshillit Komunal.